Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Për të gjithë ju që po e shikoni fytyrën time për të parë, unë jam Wendy, edhe sot do kemi një vlog bashk. Do ta fillojmë me një haul nga Shein, si të doni. Produktet i kam blerve pasi kisha dëshirë shumë që të ndryshoja disa gjëra në garderobën time, edhe Shein më duket sikur është website që i përshtatet goxha stilit tim, sepse ka kaq shumë zgjedhje, kaq shumë gjëra, edhe mendova që pse jo. Kam porositur shumë gjëra në Shein, kështu që këto hollet e Shein luku. Hollet e Shein po thoja që do jenë vazhdimisht në për vlogjet e radhës, sepse kam edhe 3 qese të tjera të mëdha që duhet haper, kështu që po hap vetëm një qese në këtë vlog, se pastaj do më shkoj tërë dita duke provuar rroba, kështu që unë po hap një qese. Djali po fle me mami. Edhe mami ka dëshirë që t'i shoj veshjet, prandaj edhe unë po e bëj video në këtu, se ndryshe nuk do e kisha bërë nga dhoma tjetër. Kështu që le të fillojmë. Këtë më qesën dhe po shikoj që kam dhe këpuz në këtë porosi. E gjirova deri në fund videon dhe pastaj kuptova që nuk e kisha shtypur butonin, siç më ndodh në kohët e fundit. I sistemova rrobat, kështu që po ja u tregoj edhe një herë. Shkoj me këtë xhaketën. Kjo xhaketa ishte shumë e bukur. Është e shkurtër dhe unë e kam bler për këto fundet e gjata apo për pantallonat me bel të lartë, se ndonjëherë për shembull edhe këto fustanet e gjata nuk di me çfarë ti vesh, se po i vesha me xhaketë, shkon xhaketa deri poshtë bitheve dhe pastaj më duket fundi si pa lidhje poshtë, nuk e di. Dhe shkova me një të shkurtër dhe lëkur. Është shumë e bukur, është e thjeshtë, këto xhepa këtu i ka koti, falca. Po e provoj edhe një herë, edhe po ja tregoj, po e provoj me një palë pantallona. Po vesha kështu shpejt. Gjupi ri, shumë bukur, injorojeni veshin mbase nuk po gjeja diçka të zezë, të gjatë që mos më dilte barku. Edhe xhupi është shumë i bukur, mbërthet edhe këtu sipër dhe është me zinxhir, shumë i bukur për atë që më duhet për fustane apo për fundet e gjata. Kështu që 10 nga 10. Produkti tjetër është një fustan dhe pastaj do kalojmë vetëm te riva dhe te geta, kështu që kjo është gjëja e fundit që do provoj. Është një fustan në ngjyrën gri, që materiali lë shumë për të dëshiruar. Nuk duket fare si në foto. Në foto duket çik si më elastik. Gjithsesi, para se të jap vendimin tim do ta provoj edhe do ta shikoj. Është pak si shumë i pa kurosur, por unë tani do ta provoj, kështu që do ta kuros kur ta vesh. Injorojeni pjesën e rrullave. Pjesa tjetër pastaj është me zinxhir deri poshtë, që besoj është e thjeshtë për të veshur. Ja kështu, gjepat i ka të vërteta. Pa çka se qa mund të futush në xhepa fustani, se pastaj duken dhe fryrë dhe nuk ngjajnë bukur. Kështu që janë sa për not. Edhe jaka po ashtu më pëlqen, po e provoj dhe po ja tregoj. Okej, vetëm kjo pjesa këtu e jakës më pëlqen. Shikoni, sa i shkurtër, mbajta me shumë të pantallonat. Shumë i shkurtër. Mbase duhet të merrem një mas më e madhe që të rri më i lirshëm. Po nga ana tjetër po merrem mas më të madhe do të rrish shumë keq këtu te pjesa e gjoksit, kështu që nuk kam zgjedhur mirë këtë herë, nuk e di pse. Nuk e di, kështu që unë do t'i kthej të gjitha dhe kjo është e mira e website-it, sepse mund t'i kthesh të gjitha produktet që nuk pëlqejnë pas një kosto ekstra dhe lekët të vinë direkt në llogarinë që ke paguar për dorë për të paguar. Kështu që fustanit i japim një pastan 0 nga 10. Produkti tjetër ky fustani, nuk e di nëse e mbani mend, kam edhe një të kuq, kështu dhe duke qenë se i kuqi më pëlqeu shumë, shkova edhe për këtë ngjyrën kështu, që është ngjyra fantastike, sidomos për në vjesht, po edhe për në dimër. Për në vjesht më duket që është fantastike, edhe mund ta vesh me një triko poshtë, me një golf, ose me kratë shkurtra, ose me kratë gjata, ose në
pranverë apo në verë, e vesh kështu pa gjë poshtë, kështu që e kemi për gjithë stinën këtë veshje. Më pëlqen shumë këto frullat këtu, edhe është i rëndë që bie në trup edhe pala duken shumë të bukura. Kështu që po e provoj dhe po ja tregoj. Fustani tjetër, siç ju thash, derdhet kaq bukur në trup, edhe këto palat janë shumë fletërli këtu poshtë. Unë në fakt kam ngjyrën e kuqe siç ja u thash dhe mora edhe ngjyrën beige tani. Po do shkoj në website dhe do t'i marr të gjitha ngjyrat që ka, sepse është model shumë e bukur dhe tani në dimër me një këmish apo me një golf, në pranverë pastaj prapë me diçka më të hollë, edhe në verë edhe kështu mund ta veshësh. Kështu që më pëlqen. 10 nga 10. Produkti tjetër është ky fustani këtu, që kjo ngjyra më duket fantastike, e njëjta ide si fustani tjetër, që nëse e vesh me një këmish poshtë, besoj do ngjaj shumë bukur dhe mund ta vesh për këtë periudhën pra të vjeshtës, apo edhe të dimrit me një xhaketë apo me një xhupë ose palto të trashë, që mos kemi ftohtë. Më pëlqen shumë kjo prerja këtu tek vithet, me këto pala që vinë kështu, edhe kjo pjesa e tretë këtu në mes. Materiali nuk është materiali më i mirë që mund të shikoni vërtet, po nëse ri bukur ndonjëherë, për mua nuk ka rëndësi, kështu që po e provoj edhe një herë që ta shikoni. Edhe kalojmë te produkti tjetër. Ky është fustani. Shikoni sa bukur që ngjan. Nuk ka ndonjëherë rëndësi që materiali nuk është aq i mirë, sepse në trup rri fantastik, kështu që unë do t'i jap një big thumbs up. Është e vërtet që, siç ju thash, materiali mirë, po kur e vesh në trup nuk duket fare që është material jo aq i mirë. Edhe është modeli shumë i bukur. Kështu që besoj që për tani në dimër me një këmish të ngjaj shumë lezetshëm, edhe si mendoni. Unë do ta mbaj, nuk do ta kthej, është vendimi juaj nëse doni ta blini apo jo. Gjatësia më pëlqen, kështu që po jap 8 nga 10, duke qenë se nuk është materiali shumë i mirë. Po të ishte një çik më i plot, do jepja pa diskutim 10 nga 10. Shkojmë te produkti tjetër. Ky fundi është plerja e radhës. Shumë e bukur. Më pëlqen shumë këto 3 tokzat këtu, edhe më duket që një fund të zi të tillë të thjesht më duhej patjetër në garderobën time. Dhe tani jam shumë pro këtyre fundeve që vinë si sarafan, pra si linje A, sepse nuk ngjiten në këmbë edhe është shumë e lehtë kur ecën dhe ngjan shumë bukur edhe fine, edhe kur janë të shkurtër, nuk ngjajnë sikur janë aq të shkurtër sepse janë të lirshëm poshtë. Kështu që unë shkova për këtë, është material terital. Edhe po e provoj që ta shikoni edhe ju. Fundi i zi është një dashuri. Fundi i zi, dashuri edhe me rim, është shumë e bukur. Tani nuk kisha një bluzë që mos ta nxirja varkun, po ja shikojmë kështu ta tërheqim. Edhe pse është i shkurtër, duke qenë se është i lirshëm, nuk ngjan fare i shkurtër, edhe ngjan shumë e bukur me një palçizma të zeza, ageta të zeza, besoj që do duket shumë klas. Atëherë më pëlqen shumë detaji këtyre ripave këtu. Edhe mendoj që është një blerje që ja vlen, sidomos edhe për çmimin. Unë jam sugjeroj që ta merrni, ju mendojeni vetë, por mendoj që ja super vlen, siç thash 2 herë super. Edhe produktet unë i kam bler vetë, pra nuk janë të sponsorizuara. Këto janë gjëra që mua më kanë pëlqyer dhe po ja u tregoj dhe juve se mbasi ju pëlqen diçka edhe mund ta blini. Do përpiqem që të vendos të tëra linkjet tek descriptioni i fotos. Produkti tjetër, po një fund kështu i gjatë më duhej, edhe pikërisht këtë fundin mendova kur bleva xhaketën që ja u tregova pak më parë atë të lëkurës. Është shumë i bukur, nëse më ri i gjatë, kjo është prerje thjesht, mund ta shkurtoj sa dhe dua, por unë do ta shikoj një herë, sepse nëse do ta vesh këtë, do ta vesh me taka. Edhe më duhej patjetër një fund, edhe ngjyra më duk po ashtu shumë e bukur, edhe materiali është shumë i mirë, jeans i plot fare. Shpresoj që të më bëj në bel, sepse unë i kam bërë të gjitha masa small. Kështu që këtë akoma nuk e kam provuar se më zgjua djali, kështu që po e provoj tani me që djali flet. Fundi jeans, sa bukur shumë rri, shikoni sa bukur, zepat janë të vërtet. Edhe është i hapur, po jo shumë i hapur, është fantastik fare. Ngjyra më pëlqen shumë. Duhet që edhe pak të dobësojmë, sepse më bën shumë mirë, por më duket sikur është pak jo komod për të ecur, duke qenë se është i ngushtë.
Gjithsesi modeli, materiali, çdo gjë është super. 10 nga 10. Ky produkti këtu, i fundit për këtë porosi, atëherë. Në foto duket fantastik. Materiali lë shumë për të dëshiruar. Por mbase për çmimin që kishte justifikohet. Në trup më rinte shumë mirë, do ta provoj edhe një herë tani para jush, është extra small për të qenë. Dhe mora fix extra small që të më rinte i lëshuar, po në foto më duket sikur po është rinte i lirshëm. Ky vjen i drejt. Kështu që shpresoj mos ma nxjerrni, shpresoja shumë mos ma nxirrte shumë kopshën, e nxjerr pak, ja po e provoj më mirë që ta shikoni edhe juve. Atëherë, ky është fustani. Siç ju thash, nuk është se ma nxjerr shumë këmbën, po edhe jo pak, sepse vjen i ngushtë poshtë. Pjesa tjetër pastaj, nuk e di se si duket në kamera aty, mua më duket shumë okej, patjetër që barku duket për momentin, po mendoj që ta vesh një çik më vonë. Do t'i jap një 7 nga 10. Sa u bërëm gati, po ju tregoj çka kam veshur. Mami është nisur para me djalin, me Sexalinën. Dhe do shkojmë të marrim Sarën dhe të ham një wafel. Çelsa ti kam, çantën e djalit e kam Alice. Mora në qësi se duhet sot të bëj një tiramisu. Dhe do marrë gjërat për të marrë tiramisu. Dhe do t'tregoj edhe juve, do bëj një tiramisu të thjeshtë me çokollatë. Kështu. Mos ignorojni çizma që bëjnë kaq shumë, taka është super e vogël, po thjesht kërcet. Që nuk është se janë veshur super ekstravagante apo jo komfortable që po dal me djalin. Ju mamat e reja, kur ju vjen mami në shtëpi, ju kritikon kaq shumë sa që më kritikon mami mua. Jo, besha ka, për shembull, vishi, çorape. Bëje këtë kështu, bëje këta kështu, djali është i vogël, kujdes, mos ftohet, e kemi veshur trash, jo nuk e kemi veshur, vishe më trash. Ato e thënë, mama tona kanë më shumë merak për fëmijët tanë, se sa për neve. Po kur ishim neve fëmijë, kaq merak kishit me? Apo s'ka gjë? Po jo më kështu i mblidhni me rroba të buta, ato që kishin për pambukun, të rap mirave. Po pra. Ato që kishin për pambukun të gjitha, e lanin për ditë dhe flite fëmija goxha. Kurse sot fëmijët jo po duan krem, jo po duan kështu, jo po duan ashtu. Edhe prapë se muren. Me sapun, edhe prapë qaj. Me të i lanë të mami. Nuk e di se si kanë ndryshuar kohrat, po një çik më të komplikuar. Ja tretjim, pa krejtë dhe e lajnë fëmijën dhe nuk ftoshet po të papri. Na lanin më me krip. Po nuk e di mbase. Po pak ishte. Ai nuk i dojë, nuk u la, nuk u fleta. Përderisa jemi bërë kaq sa jemi bërë nuk na ka ndjekur. Ndalesa e parë është tek kumbara e djalit, tek Sara, do marrim Sarën dhe të shkojmë tek ai bari i akulloreve që hahet edhe ka edhe wafel edhe krepa. Edhe këtë punë do bëjmë të Ky është wafeli im me fruta pylli të ngrota, no të ftohta që janë. Vanilje dhe shllak. Morëm të gjitha gjërat që na duhen për tiramisu. Djali po flen. Shkojmë të paguajmë edhe nisemi për në shtëpi. Derisa na vi radhane, këto janë blerjet e mia. Ja ku kemi këto gjërat për
Tiramisu, më në fund I gjetëm biskotat. Ja, edhe këtu duke tiramisuja. Ushqimet I bleva të gjitha, po aman këtu tek DM-ja më duhet të marrë edhe disa nga këto fasoletat që e fshi babyn. Se më kanë mbaruar, kështu që erdha shpejt e shpejt, mami është me djalin në makinë. Ta blej edhe këtë, edhe pastaj jemi super, Kiani ka ndenjur shumë mirë. Më ka kënaqur fare sot, sidomos. Ka gati 3 orë që flen, neve hëngrëm, pivëm kafe, vajtëm blevëm në supermarket, në makinë, edhe ai nuk ka bërë asnjë zë. O Zoti i Madh, kam bërë një djalë fantastik. Një djalë si drita. Kështu që po blej edhe këto gjërkat që më duhen. Edhe po I kemi, ja, e kisha fjallën për këto. Kështu. Kështu që po marrë 1, 2, po marrë 3 top t'i kem. Edhe do marrë edhe letrat e lagura, na duen. Edhe kanë varuar. Edhe kaq. Qëshën ka 5.95. Të marrë më mirë Pampersin. 6.95 për 1 euro, po marrë më mirë Pampersin, se këto më kam pëlqyer shumë fare. Kështu që ja, ku janë. Sa po arrita në shtëpi, gjëja e parë që është t'ia ngroj këtë shishen Kianit, është shishja që e kam pompuar unë, po duke qenë se dolën, e morëm shishen jashtë, nuk dua që ta fut prapë në frigorifer. Se nuk besoj se është mirë që ta nxjesh nga frigoriferi dhe pastaj prapë ta fut në frigorifer edhe ta mbaj të ftohtë. Kështu që po jap këtë Kianit. Sa ka shtrënguar. Si që premtova, do bëjmë tiramisu. Kështu që kam marrë këtu në tas 1 kafe, pak kakao dhe ujë të nxehtë që të treten. T'i lagim me kafe dhe t'i vendosim këtu rjesht. Këto vende që të na ngelin bosh, pastaj I vendosim kështu. Po s'ka rëndësi rregull. Fute komplet. Edhe vendose direkt, se pastaj do të çmë but. Në shikon sa zbuten direkt. Prandaj duhen shpejt e vendosem. Kështë marrë një tasë më të gjë. Mirë, marrë unë, ja. Se nuk zbuten mirë. Jo, mirë. Kështë. Ndoshta na duhet të marrim prapë një çik kafe. Dhe në mbarojnë. Do bëjmë një tiramisu shumë të madhe më duket. Atëherë, për të bërë kremin, na duhet ky qumshti. Ka dhe për makaron që bëjmë panë. Po pra. Ti thosh për mbërësirat. Unë do t'i hedh kështu një vanilje, po që se nuk do në të hedh, s'ka problem, nuk është se është që duhet t'ja hedhësh. Unë po I vendos aromë vanilje, po nëse nuk keni, s'ka problem. Mund të përdorni sheqer normal, unë do përdor sheqer pluhur. Sepse bën më mirë për mendimin tim. Sa ishte? Unë o dëgjojmë kohë. Dhe pastaj do ta rrajmë derisa të bëhet krem. Tani nuk guxoj se është djalë në gjumë, po do ta rraj. Rrajsim.
Atëherë, ky është kremi. Do t'i hedhim edhe këtë mascarpone, do ta përziejmë edhe për 1 minutë. Edhe kremin e kemi gati për tiramisu. Nuk e di se si i bëni ju tiramisu, madje mbase do më gjykoni, po unë kështu e kam parë në Instagram dhe më ka pëlqyer dhe është e thjeshtë me shumë pak produkte, edhe pse jo. Kështu i ka mascarpone edhe në Shqipëri. Mascarpone. Po ta shkruaj që ose. Kremi është gati. Këto nuk duhet ta hedhim poshtë. Kësaj shtresës së biskotave do t'i hedhim krem. Dhe do ta mbushim gjithandej. Kështu një shtresë. Shokoladën. Ta përziejmë mirë që të shkruaj komplet. Dhe ja hedhim. Kemi këtë tash. S'ka problem. Mirë është. Po. Okej, tani do shtojmë shtresën tjetër me biskota. Dhe shtresa e dytë është bërë. Hidhja edhe këtë kremin sipër, siç është të gjithi. Dhe do vendosim shtresën e fundit të kremit. Hidhe njërë gjithën dhe pastaj e hap. Bravo. I hodha edhe kakaon sipër, siç e shikoni në ca vende i kam hedhur më shumë. Por kjo është hera ime e parë që bëj tiramisu, kështu që le ta provojmë dhe ta testojmë se si shijon. Tani duhet ta lëm pak që biskotat të zbuten mirë. Edhe po e fut në frigorifer të ftohet. Përshëndetje nga dita tjetër. Sot i pas kam flokët shumë bukur. Në një video tjetër do t'ju tregoj vitaminat që po marr për flokët. Po ja u tregoj që tani, ja i pas kam këtu. Dhe i kam filluar që para se të mbaronte shtatzania, nga frika që do më binin pasi të mbaronte shtatzania. Edhe mendoj që sikur më janë trashur dhe sikur më janë bërë më të dëndura, si mendoni ju, edhe Sara ma bëri këtë, do me thënë, kompliment, më tha që flokët janë bërë shumë të bukura, po mbas është edhe modeli që po i mbaj tani, mezi po pres të vi në mars në Shqipëri, që t'i lyej prap këto që më kanë dalë tek Jetmiri Hairstyles në Tiranë, për mua është më i miri. Para se ta mbyllja videon, doja t'ju tregoj që djena erdhi për vizitë edhe një shoqe nga Austria, Verena. Mbase e keni parë në ndonjë nga vlogjet e mia, kemi bërë një video ku ajo unë lexoja fjalë gjermane dhe ajo fjalë shqiptare. Edhe doja t'ju tregoja dhe ajo dhurata që solli për Kianin. Solli e para punës këtë arushin, leporushin, jo arushin, arushkën ndoshta. Edhe është nga Sigikit që janë shumë po shumë cilësore dhe ka edhe këtë rroke i kemi thënë neve për parë. Nuk e di se si i thuhet kjo që bonjour. Është shumë e bukur për Kianin. Kianin, për Kian. Ka sjell këtë bluzkën këtu me drerin që ka një sharrë edhe po pret diçka, dru. Dhe është për 6 muaj. Më pëlqen që i solli kaq të mëdha sepse të vogla kemi shumë tani dhe duhet të sistemojmë rroba, duke qenë se Kiani është 1 muaj, mirë po është shumë herë më i zhvilluar se bebat e tjerë. Shiko babajin sa gjatë e ka, edhe prandaj besoj që këtë nuk do presim 6 muaj për ta veshur, besoj për 3 muaj do e veshim. Dhe kemi edhe një palë xhinse. Edhe këto ja solli pra Verena, shumë të bukura. Shikoni.
Edhe xhinset janë nuk kanë për shembull zinxhir se te fëmijët është e vështirë ta mbyllësh të hapësh, po kanë këto elastikën, pra elastikun këtu, edhe poshtë janë me të përthyra dhe vetë xhinset janë po ashtu elastike, se te fëmijët është pak e vështirë që t'i veshësh. Jam shumë e lumtur që kemi vërtet miq të mirë këtu në Gjermani që i kemi gjetur, edhe është si të thuash janë për familje, janë për pjesë e jetës tonë, edhe pak nga pak nuk është se ndihem më e huaj këtu, tani kam krijuar dhe familjen këtu, kështu që nuk ndihem fare e huaj, po është vërtet shumë bukur. E provova të tiramisun që bërëm dje me mamin. Mami sot është tek vëllai, duke qenë se dhe vëllai im jeton këtu. Dhe kishte dalë fantastike, nuk e dija ja kam thënë, ishte shumë e mirë, ja u sugjeroj si recetë, është shumë e thjeshtë, me gjëra të thjeshta që ta bëni vetë në shtëpi. Për sa i përket çokoladës që unë hoda të shkrirë me qumësht, është diçka që unë e shtoj vetë, e kam bërë me çokoladë zezë sepse më pëlqen, por nuk keni pse e bëni. Kjo ishte videoja, goca e gjatë. Ka marrë 3 ditë sepse tani është pak e vështirë që t'i nis video dhe t'i përfundoj, duke qenë se fillon qen djali, unë harroj që apo filmoja, ai do të rinë në krah, kështu që unë s'mund ta lej atë dhe të bëj videon. Kur gjej momentin, bëj video, kështu që besoj më mirë kuptoni të gjithë. Kështu, shihemi në videon e radhës. Ciao!